Na çdo muj pagujmë 8.000 deri në 10.000 euro rrymë. Me met pa punë 40 punëtor, një kompani multimilionshë me met pa prodhim. We are visit like so many countries, but not this kind of problems I faced anywhere. Është fabrika më e madhe në Ballkan. Investimi veç linjë është 7.3 milion euro. 300.000 euro veç mu kyçën rrymë, se rryma ne ka djeg. Okay. 350.000 euro kemi pagu për zdyti, me ndryshu komplet. Çmim kushtu si janë 6.000 euro, tash krejt duhet me gju. A mundesh me ardh të lutem me pa gjendjen edhe me bu një reportazh se veç ti i kem shpresat që munden me na bo zgjidhje. Okej, drejton brava. Prej kompanisë Alfa Pan më ka shkru, po nisemi një qëtashti na te Alfa Panit që ka dikun ka klina në hyrjet klinës me gjas, ndërkohë derisa të shkojna mos harroni. Easy Posta Easy është kompania që i mundson operimet e mia në terren, ka super shërbim ndaj klientit edhe super shpejtësi ndërgesa. Babun Kosova. Babuni është aplikacioni ku i keni të përfshime krejt restorantet e mundshme, do me thonë. Për 15-20 minuta hini në aplikacion e downloadoni në App Store, për 15-20 minuta ju vjen të dera ushqime, edhe Delta Group, normalisht Delta është kompania e derivateve me top kualitet. Do me thonë qoftë naftën, qoftë benzinin, 21 pika në krejt Kosovën. Hajde. Okej, jemi te kompania Alfa Pan. Këto në klin, hyrjet klinës, do me thonë, bashkë me dritonin driton, na ke shkrujte. Qyshje, po, unë të kom shërë, mirë faleminderit. Paka shumë na kështë elaboru problemin, në pika trasha, më nëshme na kallëzu pak më në detaje që është situata, po është që kej punëtor, do me thonë, këto jashtë ko kitu najtë. E sakt që ashtu është. Problemi unë më i madh është që kemi probleme me rrymën. Po. Prej vitit kalum kur e kemi fillu prodhimin, na nuk kemi mujt me operu 100% për arsye që rryma na nolet çdo 3 orë, çdo 4 orë, nuk vjen ton ditën, nolet pa paralajmërim, kena humbje shumë mëdha dhe nuk kena të mrime. Shumë e madhe po duket kjo fabrika. Me çka merreni? Na merremi me prodhimin e paneleve sandwich. Është fabrika më e madhe në Ballkan, e kemi hapësirë mbyllur 9.000 metra katror. Investimi veç linjë është 7.3 milion euro. 7.3 milion. 70% e produktit është eksport. Që tash mundesh me po, këtu janë 2 kamiona. Okej. Te dytë kanë me shku për Shqipni, na nuk po mundemi me ngarku për arsye se nuk kemi pas rrymë me prodhu materialin. Qysh po nalet, qysh po ka reduktime? Nuk ka lajmërim, as nuk ka kur gjo, do me thonë qysh jemi në momentin më të mirë të prodhimit, nalet automatikisht edhe duhet me prit. Kur i thirrem, nuk na lajmërohen se çelin telefonin, jo ka prishje, dalja, jo ka vonesa, nuk e di. Ka lloj-lloj arsyetimi. Lidhjen prej këtu për rrymë kemi 3.5 kilometra larg. Okej. Domethënë kemi pagu 300.000 euro veç mu kyçën rrymë. 300.000 euro. Kur jeni kyç në rrymë? Vitin e kalum. Nën muj ditë nuk kemi mujt me lëshu linjën në funksion për arsye se s'kemi pas rrymë. Nuk na kanë leju me u kyç. Deri na i kanë bo mundësin me u kyç, domethënë te Market Nur atje, është e ke po ka e ardhën. 3.5 kilometra e ka saktësisht deri këtu. Ton çdo ditë ka prishje. Që sa është që kjo situatë? Prej ditës sport. Vitin e kalum na e kemi. Që një vjet domethënë. Që një vjet na kemi ton kuën probleme të vazhdueshme me rrymën. E sa janë kanë humbje ta, din me më kallëzu ç'ta është për shkak të rrymës. Po na për shembull sot e kemi komplet prej mëngjesit kur kemi ardhur, kemi mujt me prodhu veç një 450-500 metra katror panele. Dje nuk kemi prodhu të ditën, shtunën nuk kemi prodhu të ditën. Sa është kapaciteti? Na kapacitetin mbrana një ndrrimit 8 orë që kemi 5.000 metër katror. 5.000? Po. E veç 400 për veç 400 e kena prodhu të ditën sot. E çka bën? Domethënë veç rrin këto punëtor. Tash mundu veç rrim të ditën. E pret ne kur do që vjen, nuk ka lajmërim. Ja, as nuk na lajmërojnë kur na vjen. 2 inxhiniera që i kanë ardhur këtu për me bu një avancim produktit poliuretanit, kanë ardhur për 5 ditë me ne, tani janë që një muaj e gjysmë për arsye se nuk kemi të mujt me shtin funksion makinerin që e kemi porosit në Itali 3. Për 5 ditë kanë ardhur, tash një muaj e gjysmë. Që munën me fol vet. Njëri prej tyre është Manikanta. Hi Manikanta. You came here to stay just for 5 days and you're stuck here for like a month. Yes. I came because here of the electricity. Yes, because of the electricity we stuck here more days because we came here to implement new technologies and teach them. And I plan to go back. We are visit like so many countries in a month, but not this kind of problems I faced anywhere. Before I worked in UAE. UAE, okay. Yeah, Oman.
Oman? Saudi Arabia, Okay. and Uzbekistan. We never face this kind of problems there for electricity. Is it so absurd for you? Yes, this yes. is happening? Yes, all my plans are going wrong. Qysh po dohet tash kështu si ghost town, si haunted place, do me thonë. Nuk e di, nuk kam fjallë për me përshkru situatën, e kupton. Se nuk është që është të ndodhë sot, se më konë që ndodhë një ovë dhe ndreqet në rregull jemi, apo kupton. Do me thonë këtë i vetëmi mekanizëm që e diskutu më herët që s'nolet kur janë rrogat. Veç rrogat s'nolën kur. Kanë me dalë ato Rrogat çdo nuk muj. nolën kur. Na çdo muj pagujmë 8.000 deri në 10.000 euro rrymë, edhe me orë në këtë gjendje që mos me pos mundësi me pos rrymë çdo ditë. Pa u nol, të paktën çdo ditë 3 orë nuk ka shonca. Nëse nuk arrim me dërgu materialin kohë, ti automatikisht je jo serioz për klientin. Tash kjo nuk është humor prej neve. Na jemi të bëjë eksport ton kohën. E pa edhe jashtë. 70% produktet e kemi për Shqipëri, Maqedoni, Maltzi, Kroaci që shkon, pa llogarit që kemi edhe eksport për Gjermani, Zvicër, Francë, Belgjik. Montash kam 2 projekte në Afrikë, është dosh mu dorëzu veç materiali nuk kena më rrinë kohë. Tasat janë shumë të vogla që kecit ko me interesu për këtë punë. Keni pa edhe në storjet kalume, nuk ka dhe me thonë keci është shtet në vete. As shteti nuk po ka që i bën, as qeveria ose nuk po dën, ose i kanë interesat e përbashkëta, nuk kam ide. Si do qoftë mungesa e llogaridhënies, mungesa e dhënies të përgjegjësisë për kësaj kompanie është do me thonë ka lënë situatë komike, peshet dritonin, do me thonë është diçka absurde. Që kjo është një pjesë e prej 7 komandave të PLC-s që kemi këto. Qa PLC? PLC-a është truni makinerisë, është pjesa e programimit makinerisë që funksionon në mënyrë automatike. E kemi ndru para 2 mujve në fakt, 1 muj e gjys nuk kemi prodhu, për arsye se rryma ne ka djek. 350.000 euro e kemi pagu për zdyti, me ndryshu komplet strukturën edhe me bo prej fillimit programin e rit makinerisë. 350.000 euro. Jo veç kjo, po jenë 7 njësi tjera, që është komplet e lidhën në një vend, edhe u dosh mundru prej fillimit komplet. Për afërsisht 350 metra panel, qëfim kushtu si janë 6.000 euro, ta shkrejt du të me gju, është del si klas B. Për arsye se ka nejtë në ftëfs prej orës 9 mëngjes. I ka bu do më thonë 8 orë në ftëfs. Hello, good afternoon. Ma ka shkrujt me translate. Hello, good afternoon. Emri jam është Edgardo Jara, një inxhinier industrial, për këthej Shqipën, është anglisht. I kam 20 vjetë eksperiencë, po thot, që punoj me Politeran, prej Kilit ka ardhë, e ka probleme full anglisht, prej Kilit ka ardhë për një det, është që një javë këto që 10 det në tha dritoni, tashti kjo është të i bo probleme me kontrata, ja u ka prish planin operativ të kompanisë, të inxhinierave, luk do me thonë u bo qështja e rrymës me këtë kompani. Na qa kena me bo tash qëre? Kena me shku, kena me provu me kontaktu me kecin. E dina çka kanë me thonë ata, halo pa për shkak të eksperiencave të kalume, kanë me thonë që na nisna një email. Kena mja nis në emailën, ata kanë me na vënu disa ditë dhe kanë me na kthy një përgjigje super bazike, që e merrni ato, po këto është përgjithësia të institucionet përkatëse, do me thonë. Nëse s'ka intervenim prej qeverisë, prej institucioneve, cilave ju jep përgjithësi keci, ka me qenë e pa mundër, momentalisht janë 15 punësoj kinë total. Total janë 40. Me met pa punë 40 punëtor, një kompani multimilion që me met pa prodhim, pa kontrata dhe pa eksport, absolutisht e të mërshme. Hajde, tash shkojna në Prishtinë dhe këqyrëm, qysh po mujna me gjetë një farë ure lidhse kontaktuse me kecin. Dalja Vjevovjeku, nga ora 10, 20, e 7. 10:20 o 0. 10:20 ora është 30. Nga ora 11, 30, e 2, deri në ora 15. E deri në ora 15, ora është veç 30. Po. Dalja Deri në ora 3, do me thonë ka posë. A nuk e kanë lajmëru këto? Po. Unë telefon tha kjo kun o nolës. Dalja Vjevovjeku. Nuk është kone planifikume Nga ndolje. ora 13. A këto të të që është se planifikume. E 1.